Cilën stinë jemi ne tani fëmi? Si është moti në këtë stinë? I ftohtë. Bravo. Tani, pse është i ftohtë? Çfarë ndodh në këtë stinë? Po. Bie shi, fryn shumë erë dhe bie shi. Ret mbulojnë diellin. Bravo. Tani, dëgjojmë edukatoren. Në këtë stinë, zojt largohen. Po pse largohen nga vendi jon? Pse? Bravo, është ftohtë, thot Medina. Është ftohtë dhe shkojnë në vende të ngrohta. Po dhe kafshët rregullojnë strofat e tyre, i bëjnë gati për të futur bravo që të hynë brenda se kanë ftohtë. Mirë, po dhe njerëzit kanë ftohtë. Atëre njerëzit, ndryshe nga shpendët e kafshët, zojt e kafshët, qa bëjnë? Vishen me rroba të trasha. Si tha edukatorja, prit, kush ishin veshjet, materialet që punoheshin veshjet tona? Me pa dhe me lesh. Bravo. Ku e gjeni pambukun? Te fusha, bravo. Pra është bim. Pambuku është bim, edhe mi gjithë? Pambuku është bim. E mbjellin në fusha, rritet, bën një boçe të vogël të bardhë, e marrin tetat, ja vjelin atë pambukun boçën e bardhë dhe e çojnë në kombinat. Pra si quhet vendi ku bëhet fije dhe copa? Kombinat. Bravo. Po leshin e dele, e tha edukatorja, zot ta thosha. Po leshin ku e gjejmë? Te delet. Qesen delet dhe marrin leshin e çojnë prapë edhe këtë në kombinat. Bravo. Edhe atje bëhet fije dhe bëhen trikot aq të bukura. Po, bravo si ato që keni veshur. I ngjyrosin me ngjyra të ndryshme, i bëjnë të bukura për fëmijët dhe i bëjnë me personazhe prallash këtu, i vogli. I bëjnë me personazhe prallash, Vajzat i duan me princesha, djemt i duan me të fortët, me ata njërën me rimangve, Spider-Manin, Batmanin, me gjithë, Tani, dëgjojmë edukatoren. Edhe sot kemi një këngë shumë të bukur që flet për veshjet tona. Dhe flet për veshjet që punojnë në Shqipëri, në të gjithë qytetet e vendit tonë. Tani, do ta dëgjojmë nga edukatorja dhe pastaj do mësojmë së bashku. Dhe do të ngrënë një apo dy fëmijë, jo të gjithë, se këndojmë do të gjithë, ullu aty deon, po një apo dy fëmijë duke ndihmuar edukatorja. Tash më dëgjoni mua me vëmendje. Fillova. Njerëzit kur më panë, thanë buzë qeshur, pashin një këtë vajzë, sa bukur është veshur, pashin një këtë vajzë, sa bukur është veshur, robat që kanë veshur, sa më pas kanë hije, që të gjitha janë prodhim Shqipërie, që të gjitha janë prodhim Shqipërie, triko dhe çorapet, si dëbor të bardha, i gëzofsh sot gjyshja, nga Korça kanë ardhur, i gëzofsh sot gjyshja, nga Korça kanë ardhur, kurse për atletet të forta të bardha, i gëzofsh sot mami, vin nga Gjirokastra, i gëzofsh sot mami, vin nga Gjirokastra, kurse për xhaketën, tezet kur ma panë, sa të paska hije, bëhen në Tiranë, sa të paska në hije, bëhen në Tiranë. Pra, t'ju pyes ata edukatorët tash rreth këngës, E dëgjuam gjithë së bashku t'ju pyes. Ku prodhoheshin të gjitha këto veshje që tham deri tani? Në Shqipëri. Kush është Shqipëria? Adheu jon. Pra edhe njerë, kush është Shqipëria? Edhe njerë, kush është Shqipëria? Adheu jon. Nuk do të ta harrojmë të. Po, Perla? Po, si ai flamuri atje. Tash i dëgjojmë edukatoren. Po, tani dëgjojmë edukatoren. Ja ku kemi edhe Shqipërinë këtu hartë. Shikojmë, ktheni kokat lart atje me edukatoren, që është me shqiponj.
harta e Shqipërisë. E shikojmë aty me edukatoren? Ja ku e kemi Shqipërinë aty, edhe me Shqiponjën. Tani dëgjojmë edukatoren? Pra, të gjitha këto veshje ku prodhoheshin? Në? Tash ju thash, ku prodhoheshin gjithë këto veshje? Në? Shqipëri, bravo Rajla. Edhe njerë ku? Edhe njerë fort ku? Pra, në Shqipëri. Dhe kush ishte Shqipëria? Atë dheu janë. Bravo, edhe njerë. Atë dheu janë. Bravo. Tani, kush i thot edukatores? Ku bëheshin trikot dhe çorapet? Si i tha gjyshja? Bëhen në? Ko? Mirë kombinat mirë, po si quaj ai qyteti? Në Korç, bravo, në Korç e tha Alea, në Korç. Pra, trikot dhe çorapet bëheshin në Korç. Po atletet që vishin juve në si quhet ai vendi? Gjiro? Bravo Rajla, në Gjiro Kastër. Po xhaketat, si i than tezet, sa të paska hije bëhen në Tiranë. Pra të gjitha këto veshje bëheshin në qytetet e Shqipërisë. Në Korç, në Gjirokastër, në Tiranë, pra në të gjitha vendet e Shqipërisë. Pantalonat edhe ato bëhen në Tiranë. Tani vazhdojmë edukatorën edhe xhaketat dhe pantalonat. Tani, shihim edukatoren. Do ta mësojmë të gjithë ta këndojmë së bashku, pastaj do nxjerr 2 apo 3 fëmijë. Fillojmë edukatoren? 1, 2, 3. Njerëzit kur më panë, sa në buzë qeshur, pashini këtë vajzë, sa bukur është veshur. Pashini këtë vajzë, sa bukur është veshur. Rrobat që kam veshur, sa më pas kanë hije, që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Trikot dhe çorapet, si dëbor të bardha, i gëzov shto të gjyshja, nga Korça kanë ardhur. I gëzov shto të gjyshja, nga Korça kanë ardhur. Kam një pal atlete, të forta të bardha, i gëzov shto të mami, vin nga Gjirokastra. I gëzov shto të mami, vin nga Gjirokastra. Kurse për xhaketën, tezet kur më panë, sa të paska hije, bëhen në Tiranë. Sa të paska hije, bëhen në Tiranë. Bravo! Ishe vështirë e gjatë, po mirë. E realizuat shumë bukur këngën me edukatore, kënduat bukur, bravo. Tani, mund ta ngrini zërin ju tash për herë të dytë, unë ta ul dhe pastaj do ngrë 2 apo 3 fëmijë. Në rregull? 1, 2, 3. Njerëzit kur më panë, sa në buzë qeshur, pashini këtë vajzë, sa bukur është veshur. Pashini këtë vajzë, sa bukur është veshur. Rrobat që kam veshur, sa më pas kanë hije, që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Trikot dhe çorapet, si dëbor të bardha, i gëzov shto të gjyshja, nga Korça kanë ardhur.
I gëzosh të gjyshja nga Korça kanë ardhur. Kam një pal atlete të forta të bardha. I gëzosh sot mami, vin nga Gjirokastra. I gëzosh sot mami, vin nga Gjirokastra. Kurse për gjaketën 80 kur më panë, I gëzosh sot mami, bëhe në Tiranë. I ca të paska hije, bëhe në Tiranë. Bravo, jeni shumë të mirë, bravo. Edukatores, 2 apo 3 fëmijë të vinë këtu edhe të këndojnë bashkë me edukatoren. Ha? Rajla 1, Medina 2, tjetër? Alea? Ha? Alea, Perla, jo, do bëjmë një gjë tjetër. Goca do këndojnë veç, edhe djemt veç, kori gocave më vete. Mirë? Do mbledhim gocat. Mbledhim gocat, I ngrëm në këmbë dhe të dëgjojnë djemt si këndojnë gocat. Mirë. Hajde tashi, këtu Medina. Hajde dhe Alea, hajde Rajla, hajde Amelia, Perla, Çoni. Çoni, jo, po ti si e vajzë, Ismaili, ullu aty ke vendi. Ashtu, gocat aty. Kthehuni këtej nga edukatorja të gjitha. Kthehuni këtej, se do ju shohin djemt si këndoni. Vjuni të gjitha njëra mas tjetrës, përqafoni. Bravo. Tani ne jemi këtu me shokët. Shokët do ju dëgjojnë juve si këndoni. Në rregull? Do ju dëgjojnë shokët si këndoni. Fillojmë me edukatoren? Ha? Njerëzit kur më panë thanë buzëqeshur. Ju ndihmova pak edukat. 1, 2, 3. Njerëzit kur më panë thanë buzëqeshur, pashin këtë vajzë, sa bukur është veshur. Pashin këtë vajzë, sa bukur është veshur. Robat që kam veshur, sa më pas kanë hije, që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Triko dhe çorapet si dëbor të bardha, I gëzosh sot të gjyshja nga Korça kanë ardhur. I gëzosh sot të gjyshja nga Korça kanë ardhur. Kam një pal atlete të forta të bardha, I gëzosh sot mami, vin nga Gjirokastra. I gëzosh sot mami, vin nga Gjirokastra. Kurse për gjaketën 80 kur ma panë, sa të paska hije, bëhe në Tiranë. Sa të paska hije, bëhe në Tiranë. Bravo gocat, përplasi duart për gocat. Shpejt çunat, përplasi duart për gocat. Bravo. Bravo djemt të këndojnë. Do I dëgjoj edukatorja djemt se si do I këndojnë këngën. Vajzat I dëgjuam, tash do dëgjojmë djemt. Fillojmë me edukatorin. Njerëzit kur më panë thanë buzëqeshur. 1, 2, 3. Njerëzit kur më panë thanë buzëqeshur, pashin këtë djalë, sa bukur është veshur. Pashin këtë djalë, sa bukur është veshur. Robat që kam veshur, sa më pas kanë hije, që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Që të gjitha janë prodhim Shqipërie. Triko dhe çorapet
si dë borë të bardha, I gëzof sot të gjyshja, nga Korça kanë ardhur. I gëzof sot të gjyshja, nga Korça kanë ardhur. Kurse për atletet të forta të bardha, I gëzof sot të mami, vin nga Gjirokastra. I gëzof sot të mami, vin nga Gjirokastra. Kurse për gjaketat 20 kur më pana, I gëzof sot të mami, bëhe në Tirana. Sa të paska hije, bëhe në Tirana. Mirë, bravo dhe çunat. Tani, këtë këngën që mësua me edukatoren, që është për veshjet e Stinës së Vjeshtës, do ta mësojmë shumë mirë, do të këndoni dhe në shtëpi. Çdo gjë që mësojmë këtu, vjersha dhe këngë, do t'i thoni dhe në shtëpi. Në rregull? Se mami çdo ditë ju pyet, ç'a keni mësuar sot ki kopshi, ju do ngrini shpatulla apo i rregoni se ç'a keni mësuar? Duhet me I thonë mamit se çfarë kemi mësuar këtu çdo ditë. Këngë, vjersha, detyrat që bëjmë çdo gjë do ta themi ke shtëpia. Në rregull? Jeni dakord? Bravo.